Shqipëria po hyn në javët vendimtare të eliminatorëve, ku kuqezinjt do të luajnë 2 ndeshjet e fundit në grup që do të përcaktojnë fatin e tyre në rrugtimin drejt botrorit. Fillimisht më 13 nëntor, skuadra e trajnerit Silvinho do të përballet në transfert me Andorrën, ndërsa 3 ditë më vonë, më 16 nëntor, do të zhvillohet sfida më e shumë pritur, ajo ndaj Anglisë në stadiumin Air Albania. Interesimi i tifozëve për këtë përballje ka qenë jashtëzakonisht i lartë. Mbi 100.000 tifozë kanë aplikuar për bileta sipas njoftimit zyrtar të FSHF-s, ndërsa çdo tifoz ka pasur të drejtën të aplikojë deri në 4 bileta. Për shkak të kërkesës së madhe, Federata vendosi që shpërndarja të bëhet përmes një shorteu elektronik, i cili përcaktoi fituesit e mundshëm. Kjo mënyrë ndarjeje megjithatë ka sjellë shumë pa kënaqësi dhe polemika në opinionin sportiv. Ashtu si në ndeshjet e fundit të kombëtares, edhe këtë herë tregu i zi për biletat polulzon me ritme të frikshme. Shumë persona kanë aplikuar për bileta jo për të qenë pjesë e tribunave, por për të rishitur ato me çmime të larta. Në rrjetet sociale janë shfaqur dhjetra postime që ofrojnë bileta për ndeshjen ndaj Anglisë, madje edhe nga agjenci turistike që përfitojnë nga kërkesa e madhe. Çmimet e biletave nga FSHF-ja ishin të kripura që në nisje, por në tregun e zi ato po shiten me 3 ose 4 fishën e vlerës zyrtare. Një bilet që zyrtarisht kushton 2.500 lekë në internet po ofrohet deri në 10.000 lekë apo 100.000 lekë të vjetra. Ky fenomen ka privuar shumë tifozë të kombëtares që e kanë ndjekur në çdo stadium, brenda dhe jashtë vendit, nga mundësia për të qenë pranë skuadrës me një ndeshje me rëndësi të madhe. Gjatë viteve të fundit, tifozë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora shqiptare në Europë shprehin çdo ditë pa kënaqësinë e tyre në rrjetet sociale, duke akuzuar FSHF-n për mungesë transparence dhe menaxhimin e drejtë të procesit të shpërndarjes së biletave.